çështje, është në fakt çështja e parë që ka hapur serinë e denoncimeve të mia në fushatën elektorale të vitit 2023, kur kam qenë kandidat për Bashkinë Tiranë. Ka qenë një denoncim i bërë në ditët e para të muajit janar të vitit 2023, bazuar në informacionet e mia me aq pak mundësi sa kisha, pata një indicje për një rrugë që po shtrohej dhe po përfundon të shtrimi i saj, ndërkohë që tenderohej dhe ishte i hapur tenderi për nisjen e punimeve, dhe çuditërisht dhe në mënyrë të pabesueshme kam denoncuar live me zë dhe me figurë përfundimin e punimeve në atë rrugë, me mjetet e Bashkisë Tiranë, me asetet e Bashkisë Tiranë, me burimet njerëzore të Bashkisë Tiranë, pra me punëtorinë e Bashkisë Tiranë, me asfaltin e Bashkisë Tiranë, dhe ndërkohë tenderi ishte ende i hapur për të shpallur fituesi në mënyrë fiktive, në mënyrë që pasi të përfundoi rruga, ishte bërë dhe një kronik ku kreu i PSD-s Erion Veliaj përuronte përfundimin e punimeve, ishte publikuar edhe në mediat kombëtare të vendit kjo kronik një ditë më parë, dhe kur unë kam shkuar kam bërë denoncimin, ka qenë fundjavë, ka qenë në fakt e premte, dhe 2 ditë pas asaj dite mbyllej afati i dorëzimit ofertave dhe shpallej më pas fituesi i tenderit për nisjen e punimeve të kësaj rruge, ndërkohë që rruga kishte përfunduar, e kishte bërë bashkia. Dhe skema ishte që parat i kaloheshin fiktivisht një kompanie që përzgjidhej fituese, kompania mbante detyrimet ndaj shtetit, detyrimet taksat që janë për të paguar në shtet, dhe më pas parat i xhironte kesh tek drejtorët e PSD-s për t'i injektuar në fushat elektorale. Si rruga Gjon Belushi, që unë e denoncova në muajin janar të vitit 2023, ishin të përllogaritura 50 projekte, rrugësh të ngjashme, me fond diku ke 350.000 deri në 450.000 apo 500.000 euro, para të cilat të gjitha do t'idheshin në fushatën elektorale të vitit 2023. Çfarë ndodhi? Unë bëra denoncimin, e depozitova në SPAK, sepse SPAK-u ka për detyrë të hetojë korrupsionin në zyrtarët e nivelit të lartë. Denoncova Erion Veliajn sepse këtë informacion kisha dhe kërkova të hetohet roli i titularit autoritetit kontraktor, pra kush është titulari autoritetit kontraktor që është Bashkia e Tiranës në këtë rast, kush e ka firmosur, çfarë ndodh? SPAK-u e çon për mos kompetencë në Prokurorit Tiranës. 2 vite më pas, në muajin shkurt të këtij viti, unë kam qenë sërish në Prokurorinë e Tiranës për dhënë një dëshmi gjatë, nga ku kam mësuar që nga hetimet e deritanishme rezulton që titulari i autoritetit kontraktor në këtë rast të jetë vetë Arbian Mazniku. Pra është personi që e ka firmosur këtë tender.